Kam pas fatin që rinia në kishë në moment ishte e fortë. Kam pas fatin që kishe shumë të rinj, edhe me ato të rinjt më ndihmuan mua që sepse sa del nga ora e pakëzimit i akoma i ri, mund të kesh atë dëshirën e frymën, por nuk i di e gjërat edhe sulmet janë më të mëdha në ato moment, po besoj se ishte ajo rinia që më ndihmoi mua të qëndroja më fort. Edhe pa aktivitetet e ndryshme, për shembull si mos të shihim dhe kjo foto, janë gjithë rinia e degës tretë, edhe ndoshta ajo kisha atje nuk ishte një kishë e madhe siç mund të ishte të kishët e bukura katolike ose kështu, ai thjesht ishte një shtëpi me qira, por për ne ishte kisha ku mblidheshim, siç thuhet në shkrimet, kishën e bën njerëzit, nuk është se e bën vendi. Ishte ajo shoqëria që ne mblidheshim vetëm të dielën, po edhe gjatë javës kur takoheshim, edhe kur ishin sfida të vështira ose momente dyshimi, ishin ata njerëz që më mbajnë mua, domethënë.